من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ثم أما بعد. Allahun e falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë, falje, mëshirë, begati, mirësi kërkojmë. Salavatet dhe selamet ja dedikojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe që do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Sot me lejen e Allahut do të mundohemi të themi diçka në lidhje me dhikrin, duke marrë parasysh se jemi në 10 e fundit të Ramazanit. Nëse duam të jemi falendërues ndaj Allahut, duhet që ta përmendim Allahun shumë. E kam përgjedhur këtë temë pikërisht ka fundi Ramazanit, që ta rikujtoj veten dhe juve dhe të bëjmë dhikr sa më shumë në këto net të bekuara. Dhikri është një ibadet i lehtë, i këndshëm dhe nuk na lodh as pak. Mund të bëjmë dhikr duke qenë në këmbë, duke qenë ulur, duke qenë në udhtim, duke pushuar dhe duke punuar. Në lidhje me dhikrin, me përmendjen e Allahut, kemi disa ajete dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Allahu në Kur'an: "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub." Ata të cilët besuan dhe zemrat e tyre qetësohen me përmendjen e Allahut, me të vërtetë zemrat qetësohen me përmendjen e Allahut. Po ashtu Allahu thot në Kur'an: "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun." Më kujtoni mua, unë t'ju kujtoj juve dhe më falenderoni dhe mos më mohoni. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, shembulli i atij i cili e përmend Allahun dhe atij të cilët nuk e përmend Allahun është sikurse shembulli i të gjallit me të vdekurin. Në një hadith kutsi Allahu thotë: "Unë jam në mendimet e robit tim për mua dhe jam me të kur më kujton. Nëse më kujton në vetmi, edhe unë do ta kujtoj në vetmi. Nëse më kujton në ndonjë mexhlis, në ndonjë kuvend, edhe unë do ta kujtoj në një kuvend, në një mexhlis më të mirë që ka për qëllim te melaiket. Allahu do ta përmend këtë njerëz." Ibn Qayyim al-Jauziyja rahmetullahi alayh ka thonë, sikur të përmendurit e Allahut mos kishte kur gjë tjetër, asnjë dobi tjetër, vetëm ajo fakti se të përmend Allahu do të kishte mjaftuar. Transmetohet se një person ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë: "O dërguari i Allahut, cila është puna më e mirë?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ta kesh gjuhën e nxantë duke përmend Allahun e lartmadhëruar." Në vazhdim do të shohim disa nga format se si ne mund ta përmendim Allahun dhe ta përkujtojmë atë. E para është të themi shprehjen la ilaha illallah. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fjala më e mirë që e kam thënë unë dhe pejgamberët para meje është fjala la ilaha illallah. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ripërtrijeni imanin, besimin tuaj." Pasi që imani vjetrohet sikurse që vjetrohet pesha në trupin e njeriu. Dhe si ta ripërtrijmë ja Rasulullah, ka thënë thuani la ilaha illallah. E dyta është të themi astaghfirullah, të kërkojmë falje nga Allahu. Thot Allahu në Kur'an: "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdid lakum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Kërkoni falje Zotit tuaj, Allahut, sa i vërtet fal shumë. Ai ju lëshon shi me bollok nga qielli, ju shton pasuritë dhe ju jep fëmijë, ju jep xhenetin në të cilin ka lumenj. Në lidhje me istighfarin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Man lazima al-istighfara ja'ala Allahu min kulli dikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haythu la yahtasib." Do të kush e shton istighfarin, kush thot shpesh fjalën astaghfirullah, Allahu i jep rrugdalje nga çdo ngushticë. I jep Allahu rrugdalje nga çdo ngushticë dhe jep zgjidhje për çdo problem dhe e furnizon nga nuk e pret. Vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bën istighfar në ditë deri në 100 herë. Ka thonë astaghfirullah. Andaj edhe ne nëse themi astaghfirullah 100 herë në ditë,
nuk na merr më shumë se 5 apo 6 minuta. Po ashtu, fjala astaghfirullah është zgjidhje e problemit s'kam. Kur thot dikush nuk kam, zgjidhjen e ka te fjala astaghfirullah. Dikush mund të thotë nuk ka shi, nuk ka bereqet, atëherë këshillojeni të thotë astaghfirullah. Dikush thotë s'kam fëmijë, le të thotë astaghfirullah, ti kërkoj Allahut falje. S'kam pasuri, mjaftueshëm, nuk më del, le të thotë astaghfirullah. Dikush thotë dua që Allahu të më falë, le të thotë astaghfirullah. Dikush thotë dua që të shkoj në xhenet, le të thotë astaghfirullah, pasi që kjo fjalë e sanon, e ndreq rrugën e besimtarit për në xhennet dhe e jep gjithë këto të mira të cilat ne i përmendëm. Prej dhikreve është edhe fjala subhanallah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij u ka thonë, a nuk dëshiron ndonjëri prej jush që të fitojë 1000 sevape, 1000 shpërblime dhe të fshihen 1000 të këqija? I ka thonë, po ja Rasulullah, ai thot të thot 100 herë në ditë subhanallah. I shkruhen 1000 të mira, atij që thot dhe i fshihen 1000 vepra të këqija. Prej dhikreve është gjithashtu edhe fjala subhanallah, subhanallahi wa bihamdihi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ila Allahi ay yaqula al-abdu subhanallahi wa bihamdihi. Fjala më e dashur te Allahu është kur robi, kur njeriu thot subhanallahi wa bihamdihi. Pastaj është edhe dhikri subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kalimatani hafifetani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibetani ila ar-rahman. Dy fjalë janë të lehta për me shqiptu, të lehta për gjuhën. Janë të rënda në ditën e gjykimit, në peshorën e ditës së gjykimit, dhe janë të dashura te Allahu. Cilat janë ato fjalë? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Pastaj e kemi dhikrin fjalën elhamdulillah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë fjala elhamdulillah e mbush peshorën e veprave të mira. E kemi edhe dhikrin që e themi në fund të namazit, la ilaha illallahu wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush thot pas namazit 33 herë subhanallah, 33 herë thot elhamdulillah, dhe 33 herë Allahu akbar, dhe pastaj e përfundon 100 herë duke thonë la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Do t'i fshihen gjunahet, mëkatet, edhe në qofse i ka sa shkuma e detit. Gjithashtu e kemi edhe dhikrin la haula wa la quwwata illa billah, për të cilin ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kjo thënie, ky dhikr është një thesar prej thesareve të xhennetit. Pastaj e kemi dhikrin hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Më mjafton Allahu, sa mbrojtës i mirë është ai. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se fjala e fundit, të cilën e ka shqiptu Ibrahimi a.s. para se me u gjujt në zjarr, ka qenë kjo fjalë. Ka thonë hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Më mjafton Allahu, sa mbrojtës i mirë është ai. Dhe fatmirësisht me ndihmën e Allahut, duke u mbështetur Allahut, Ibrahimi a.s. ka shpëtuar. Dhe Allahu e ka përmend këtë rast në Kur'an dhe ka thonë wa qulna ya naru kunu bardan wa salaman ala Ibrahim. Dhe kemi thonë zjarrit, bëhu i ftohtë dhe shpëtues për Ibrahimin a.s. Se ka thonë hasbi Allahu wa ni'mal wakil, u ka mbështetur Allahut dhe ka thonë se më mbrojt si mirë se Allahu nuk ka. Po ashtu prej dhikreve konsiderohet edhe salavati, përshëndetja mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë men salla alaihi salatan wahida sallallahu ta'ala bihi ashra. Kush e dërgon një salavat për mua, një përshëndetje për mua, Allahu ja dërgon atij 10 përshëndetje. Kush e përshëndet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me një përshëndetje, Allahu ja dërgon atij personi, atij individi 10 përshëndetje. Krahas këtyre formave ne kemi edhe dhikrin e mëngjesit dhe dhikrin e mbrëmjes. Dhikri i mëngjesit bëhet pas namazit të sabahut dhe dhikri i mbrëmjes bëhet pas namazit të akşamit, duke lexuar surën Fatiha, Ajetul Kursin, dy ajetet e fundit të surës Al-Baqara dhe 3 surat e fundit të Kuranit, surën Ikhlas, Kul huwallahu ahad dhe Falaq dhe Nas, dhe i lexon më pas dhikret të cilat i gjen në ndonjë fletushk apo ndonjë libër të vogël e cila përmban dhikre dhe dua, ose i lexon prej telefonit. Pastaj secili besimtar duhet ta ketë virdin,
apo ajo që quhet në terminologjinë islame pjesën e caktuar të Kuranit që e lexon për çdo ditë. Ose natën para se me flet, ose në një pjesë të ditës e lexon disa pjesë prej Kuranit. Si për shembull dikush e lexon surën Mulk apo surën Vakja, e kështu me radhë. Mënyra më e mirë për ta falendëruar Allahun është me përkujtu dhe me përmend Allahun. Nëse duam kënaqësinë e Allahut, nëse duam Allahut na i shton të mirat, ne duhet ta përkujtojmë dhe ta përmendim Allahun, pasi që Allahu ka thënë në Kur'an: "Wa la in shakartum la azidannakum." Nëse falenderoni, do t'u shtojmë të mirat. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Përmendja e begative të Allahut është shenjë e falënderimit." Mos me përmend begatitë e Allahut është shenjë e kufrit, mosbesimit. Kush nuk falenderon për pak, nuk falenderon as për shumë. Dhe kush nuk e falenderon njerëzit, nuk e ka falendëruar as Allahun. Dhe ne çdo të mirë që e kemi prej Allahut. Allahu ka thënë në Kur'an: "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Dhe çdo të mirë që e keni prej anës së Allahut. E këto të mira dhe këto dhunti janë të shumta. Saqë më unal me numru, ne nuk mundemi me numru. Allahu ka thënë në Kur'an: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Nëse mundoheni me numru begatitë, dhuntitë e Allahut, nuk do të mund t'ia dilni. Dhuntitë e Allahut për neve janë të shumta. Në trupin ton, në shoqërinë ton, na ka dhënë ajrin, ujin, të mirat, sigurinë, lirinë dhe ne duhet ta përkujtojmë dhe mbi të gjitha na ka bërë musliman dhe na ka mundsuar që të vinë në xhami dhe ne duhet të jemi në nivel të detyrës. Të kryejmë obligimet dhe detyrat që i kemi karshi Allahut dhe ta përmendim atë në mëngjes dhe në mbrëmje. Kur dalim nga shtëpia, kur hipim në kerr, kur shkojmë me punu, kur pushojmë e kështu me radhë, pastaj të mirat e Allahut do të na rrethojnë dhe Allahu do të jetë i kënaqur me neve. Allahu ju shpërbleft për vëmendjen. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.